Kur e do dikë me të vërtet, përfundon duke e dashur 2 herë. Herën e parë është e lehtë. Bie në dashuri me buzëqeshjen e tij apo të saj, me shakat, me mënyrën si të bën të ndihesh. Ti dashuron versionin e tyre të gëzueshëm e të lehtë. Atë version që ja tregojnë të gjithëve. Atë version që nuk kërkon asnjë përpjekje. Por me kohën, ti sheh anën tjetër. Pasiguritë e tyre, cenet që mbartin, ato anë që i fshehin nga shumica. Sheh si sillen kur janë të stresuar apo të friksuar. Pjesët e tyre të cilat nuk është e lehtë ti përballosh. Pikërisht këtu, shumica largohen. Kur marrëdhënia pushon së qeni kënaqësi dhe bëhet e vërtetë. Por nëse ti qëndron, nëse i zgjedh ata edhe pasi ke parë të gjithë problemet e tmetat e tyre, kjo është dashuria e dytë. Dhe kjo dashuri është më e rëndësishmja. Dashuria e parë thjesht ndodh. Dashuria e dytë është diçka që ti e zgjedh. Ti vendos të qëndrosh edhe kur është e vështirë, edhe kur ata janë të vështirë. Kjo është dashuria e vërtetë. Jo ndjenja, zgjedhja.